ibadeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një nga dëshmitë e mëdha që ai ka qenë pejgamber. Që i bie? Sikur të ishte pejgamber profeti rrejshëm, nuk do të kishte bë shumë ibadet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq shumë ka bë ibadet saqë si tregon Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte i enteshin këmbët nga adhurimi i gjatë. Edhe i thot njerë Aisha, i thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse po e mundon veten ka shumë, kur Allahu t'i ka falë gjitha gjunahet, ato të kaluarat edhe gjitha që i bën, nëse i bën, edhe pse vetë pejgambert natyrisht janë mbrojtun prej gjunaheve të mëdha, ka mundësi ndonjë gabim të vogël me bë. Mirë po i ka thonë kështu, pse po e mundon veten ka shumë, se ka pa që ju kanë ajt kam duke bë ibadet shumicën e natës, ka thonë, e fela e kunu abden shakura, atë mos jem rob falendërues. Pra, edhe është rasti tjetër, kur Hudhejfe radhiyallahu anhu, thot një herë fillova me u falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një natë thot edhe filloj me lezu surën El-Baqara, mas El-Fatihas. Edhe thash, i lexon një sinajete dhe ndërprejnë. Pastaj tha vazhdoj. Pastaj lexoj surën En-Nisa, pastaj surën Ali Imran, do të thonë, pastaj ron ruku edhe ndejti aq gjatë sa ndejti në qiyam, duke qenë në kamp. Do të thonë, aq gjatë është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe Ibn Mesudi njëjtë radhiyallahu anhu thot një herë fillova mu fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe u fal aq gjatë sa që më shkoi mendja për keq. Kam pyet çka të shkoi mendja, ka thonë shkoi mendja me ndërprej namazin me lan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, ka qenë ai sikur të mos ishte pejgamber, nuk do ta mundonte veten duke adhuruar Allahun ditë e natë në atë formë.